presin natën magjike që do të shpallë fituesin e këtij edicioni, kaq diskutuar, kaq përfolur, kaq ndjekur, kaq komentuar, kaq fantastik. Më lejoni që më njëherë përshëndes publikun në studio që është gjithmonë shumë i ngrohtë dhe i zjarrt, Arminën, Ermalin edhe Angelin, që edhe sonte janë gati për të bërë komentet, por edhe parashikimet e tyre. Dhe me qenë se jemi tek parashikimet, shpejt e shpejt. Cili do t'jetë finalistë ynë i parë sipas jush? Para se ta mbyll televodimin, do ta mbyll për shumë pak. Moza. Iliri. Iliri? Moza ose Romiri? Moza ose Romiri? Iliri. Romiri, thash deta më thon Romiri. Levisa. Jam mirë fare. Jemi mirë. Moza. E thash që prajmin e kaluar. Besoj që Moza patjetër, mezi e shpritur ndoshta ky moment për ta çuar Mozën dhe për të qenë e qetë në finaliste e parë. Të shohim, pas pak do të vi këtu në studio Zarfi me emrin e finalistit të parë, sepse në këto qaste deklaroj zyrtarisht të mbyllur televotimin. Është votuar gjatë këtyre ditëve për të dërguar në finale njërin mes Mozës dhe Romirit dhe pas pak do zbulojmë se kush do të jetë. Si fillim, më lejoni që të shkoj t'i përshëndes edhe fermerët tanë, të cilët e shikoni dal nga dal kanë mbetur të pakt në numër dhe se si të duket t'i jep një ndjesi krejt tjetër kur e shikon edhe këtë arenën me kaq pak tashmë, me kaq pak personazhe, shtëpia, ferma duket e qetë, duken të shtruar, nuk kanë patur më as ato debatet e tyre të zakonshme të zjarta. Duket sikur kanë vendosur që këto ditët e fundit t'i shijojnë më shumë se sa të luftojnë. Por para se të shkojmë lejoni të bëj një falënderim special për Indën, cilësia, eksperienca dhe profesionalizmi janë vlera që e kanë shoqëruar Indën për 26 vite. Me një gamë të gjerë produktesh profesionale në bujqësi, në kopshtari, industri dhe ndërtim, Inda ka ndërtuar një emër të besuar për partnerët dhe klientët e saj. Gjatë këtij sezoni, partneriteti me Inda ka sjellë edhe një vlerë të shtuar në shumë prej aktivitetet e zhvilluara në fermë. Ne duam ta falenderojmë për besimin, partneritetin dhe mbështetjen për tashmë 3 vitesh. Partnerin ton besnik. Tani është momenti të shkojmë tek fermerët për t'i përshëndetur, ju lutem mundsoni lidhjen. Mirë mbrëma ije. Mirë mbrëma ije! Mirë mbrëma, mirë se u gjejmë sonte. Mirë se erdhe. Faleminderit Arbana. Po i thoja dhe publikut, duket krejt tjetër tani atmosfera në fermë. Të paktën këto ditët e fundit kanë mbizotruar qetësia, paqja, mirëkuptimi, partneriteti. Ju kishim thënë, Bizotronte një qetësi. Si është puna? I keni harxuar gjithë fishekët? Jo, i ku kaosi. Po pastrojmë gjiften. I keni ruajtur sa për javën e fundit apo jo? Arbana, kemi bërë 25 sfida në ditë, çfarë pret që të bëjmë? Pastaj Do bëni edhe 25 të tjera. Rrofsh, faleminderit shumë. Ne për Faleminderit. sfida ju kemi marrë. Edhe gjoba për grindjet ishte shumë e lartë, kështu që e menduam. E menduat. Nuk na lëvërdis. Na velërdis. Mirë e bët, tani bëni ca llogari në fund, sepse gjithçka është në dorën tuaj. Siç ka qenë për shembull në dorën tuaj, gjetja e lingotave të arit. Ku me sa kam parë, nuk është se keni arritur që ta superoni vetë-vetën. Jeni në vend numëro, keni mbetur te 5 lingota. 4. 4 kemi gjetë. 4 keni gjetur? katër. Dhe unë që mendoja që keni gjetur 5. Inshallah mendoj që Ka kena gjetë shkëgjini, gjithë. domethënë. Jo, pra se ne po prisnim indicjen tënde. Indicjen time. Mund ta ngresh pak volumin në këtë pikë të... Po, tani do ta bëjmë mirë. Se mund ta Që ketë të thonë, po se dëgjoni kemi mirë gjunë. indicjen, ë? Dhe Arbana, mbasi thuash indicjen, nuk gjen më njëri këtu. Shiko, unë ju thash, unë nuk e di mos se s'ma kanë treguar as mua, se t'ma kishin treguar, do t'ja thoja me gjithë zemër. Por më thanë që ja kanë treguar 3 personave që do vinë nesër në darkë t'ju vizitojnë. Zana, kjo
do thot prit gomar të mbi bar. Do u fut kanë mbel direkt. Këto 3 persona duhet jenë këta që interpretojnë. Janë ata 3. Do vinë 3 persona dhe 3 bela. Përdorni të gjitha truqet tuaja për t'i korruptuar sadopak. Mos u shqetëso, Arbana. Ua, shqyqy që do shohim njerëz me sy se ngelo me këto fytyrat tona. Po e më keni pasur her pas here keni pasur, unë kam parë keni pasur vizita. Në çfarë ore? Nesër, pse pyesni për orën kur nuk keni orë? A mund ta di? Pra vetë se s'kemi orë. Diellin, shohim diellin. Silli. Atëherë, bëjni gati një darkë të mirë, ja ka i lirë kush do gatuaj nesër. Varet nga buxheti me Arbana. Gjetin më lironi ka them, javën e fundit a gajë është bërë zemër gjërë, do ta keni të plot. Do ta keni të plot. Ju që porositini ato karkaleca, atë kaviar. Ato skampi. Ato aragosta. Po dhe banas mund porosisim? Para kungulli. Kështu që Letrabigjozi. nesër do t'ju sjell. Te banas Te banas, do porosis te banas, po më porosis te banas. Buke qofte do t'i jepni, buke qofte ju jap unë çdo spektakël, doni t'i jepni ju. Po më japin qofte më bukur. Nuk ju da, jepni në gjë. Eliminacion e Më buxhetit. shik. Do një tiramisu. Tani, më dëgjoni pak. Nesër do vinë treshja më e famshme e momentit. Mi prisni mirë, mi mbani mirë, se e kanë me shumë qef takimin me ju. Dhe ne kemi qef. A do flen kene? Qa të të mënda se nuk i gjoj. Sida, po mos e prufshi kokën, ta. A do flen keneve? A do flejë ngali dhe juve? Jo, gjithë, do flen. Të gjithë? Kemi vetë. Nuk ka frika A do moza, vini si ka e frika keni moza. planë? Ka A ke dhoma jone, Po, burr? të fakirit. Do flejë të pakiri, thonë. Uaj, ke do frikë. po ne kemi gjitha Pas ka të frika bosh. A shubon ai kot? S'ka që vetëm Ermali të flerë. Si ta kesh mendje? Sugjeroj nesër më mirë të porosisim. Jo, më Se se nga gatu. të gatuajnë shumë Arbani mirë, është nga gruja. Pyti qa duan se po shkoj po i gatuaj unë. Jo, A, do gatuaj. gatuajnë mirë, unë i kam parë, gatuajnë Bëjnë ai mirë. gjell. E me qira fjallat e gatimit, diç kam bërë një forgesë me speca, për gjithë stafin, e kemi ngrënë me gëngjyër. O, çdo të mira isha të speca. Me specat e temës. e serës. Knaqe. Ju boftë mi. Faleminderit shumë. Po me kastraveca ishte për nami, ha? Qa thumës, stim, të gjuj njëri Po tjetër. ja fasule. Të marrim një trajse me vetë Arbanat na furnizojnë pak për shtëpi. Me karrocë dore. Si te dasma. Armin, me karrocë dore. Do vi me karrotë dorë Ishte atë. kastraveca. Kena fillu të i boj long. Ka pa një us kompanje me shtryll kastraveta, i shtryllim me. Long, Si tron. ta frikë që këtoj? Grupim, Si ta atëherë. frikë Ermali? Kemi mbyllur televotimin për finalistin e parë. Kam dëgjoni? Kemi mbyllur televotimin për finalistin e parë dhe pas pak do zbulojmë se cili do t'jeti i pari që do të shkojë në finale.